do të thotë për neve është më e preferueshme, më afër programeve tona politike, bindjeve tona politike, konceptuale, që t'jemi bashkë me partitë që kemi qenë të kaluarën herë në pushtet e herë në opozitë. Kështu tha i pari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, kur u pyet ditë më parë për koalicionet para dhe pasgjedhore. Pak ditë pas kësaj konference, PDK njoftoi se kanë arritur një marrëveshje që listës së tyre t'i bashkohet ish deputeti Shkomben Demaliaj. E të gatshëm për bashkëpunim me subjekte politike dhe individ, u shprehën edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Por antarja e këtij subjekti, Besa Gaxherri, sheh problem bashkëpunimin me vetëvendosjen. Kemi punu gjithë jetën si DDK edhe po punojmë që vërtet mos ketë vijat kuqen mes partive politike shqiptare në Kosovë. Fatkeqësisht me vetëvendosjen është problem, sepse vetëvendosja për këtë kohë sa ka qeverisë, përveç problemeve që kemi pas në kohën kur ne kemi bashkë qeverisë, për ne problemet janë më të mëdha në kohën kur nuk kemi qenë në qeveri me vetëvendosjen, ne e dim se çka ka shkaktuar vetëvendosja e Kosovës. Nga ana tjetër, edhe lëvizja vetëvendosje vlerësojnë të vështirë bashkëpunimin me partitë ish opozitare. Aktualisht jemi të fokusuar në përgatitje për fushatën elektorale dhe zgjedhjet e 28 dhjetorit 2025. Në anën tjetër, për muaj të tërë, ne kemi parë koordinime me partive opozitare për të pamundsuar që legjislatura e nëntë të nxjerrë qeverinë e saj, që nxori fitues të qartë lëvizjen vetëvendosje. Shihet qartë që partitë e vjetra më nuk garojnë për të fituar zgjedhjet, por për të marrë aso rezultati që bllokon krijimin e qeverisë. Nga ana e lëvizjes vetëvendosje me partnerët e saj, ne do të ftojmë të gjithë qytetarët në Kosovë dhe Mërgat, që me votën e tyre të mos e lënë më fatin e qeverisjes në duart e grupeve të interesit, që të jenë përcaktuese dhe vendimarrëse për fatin e Republikës. E garës në këto zgjedhje doja mësyn edhe lista për familje. Kryetari i listës Eman Rahmani tregon se shumë shpejt do të bëjnë publik lajmin se me cilën parti do të bashkëpunojnë për zgjedhjet e 28 dhjetorit. PDK-ja kanë pranu, domethënë, gjitha kërkesat cilat na I kemi pas. Jem të bëj analizat tona, për shkak se jemi pranu gjitha kërkesat që kemi pas për dy subjekte politike dhe pas ka me i analizu nga si grup organizativ që jemi në eventual. Televizioni ka provuar të marrë një qëndrim edhe nga nismat social-demokrate, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Me vazhdu me punime tjera, ndërsa